Shqipëria është kthyer vitet e fundit në një destinacion të preferuar për turistët nga gjithë bota. Plazhet, jeta e natës, çmimet dhe mikpritja kanë sjellë mirat e huaj në qytete dhe zonat turistike shqiptare. Në këtë realitet lind edhe njohja mes vajzave të huaja dhe djemëve shqiptar. Disa prej tyre nisin si njohje në bare, restorante, hotele apo përmes rrjeteve sociale dhe vazhdojnë me takime private. Por çfarë ndodh kur dy njerëz kanë versione krejtësisht të ndryshme për atë çfarë ka ndodhur? Në disa raste të raportuar në vende të ndryshme, njëra palë e përshkruan marrëdhënien si konsensuale, ndërsa pala tjetër pretendon se nuk ka dhënë pëlqim ose pëlqimi është tërhequr gjatë marrëdhënies. Këtu nis një çështje shumë delikate, ku përfundon në një marrëdhënie të keqkuptuar dhe ku fillon një vepër penale. Një akuzë për përdhunim është jashtëzakonisht serioze. Ajo duhet të hetohet nga autoritetet dhe vlerësohet mbi bazën e provave, dëshmive, komunikimeve, pamjeve të kamerave, ekzaminimeve mjekësore dhe çdo elementi tjetër të disponueshëm. Nga ana tjetër, një kallëzim nuk është automatikisht provë se krimi ka ndodhur, po aq e rëndësishme është që një person i akuzuar të mos shpallet fajtor vetëm për një pretendim. Problemi bëhet edhe më kompleks kur ngjarja pretendohet se ka ndodhur në një shtet, ndërsa kallëzimi ose kërkimi i ndihmës bëhet më vonë në shtetin e origjinës së personit. A mund të ketë raste kur ngjarja e konsensuale interpretohet më vonë ndryshe? Po, është e mundur. A mund të ketë raste kur një person pretendon se gjithçka ishte konsensuale, ndërkohë që pala tjetër realisht nuk kishte dhënë pëlqim? Edhe kjo është e mundur. Prandaj, përgjigja nuk ndërtohet mbi komsinë e një personi. Nuk mund të thuhet se një grup i caktuar femrash ose meshkujsh është përgjegjës për një fenomen të tillë pa prova konkrete. Ajo që duhet të shqyrtohet është çdo rast individual. Mesazhet para dhe pas takimit, telefonatat, dëshmitaret, kamerat e sigurisë, gjendja e personave, vendi ku ka ndodhur ngjarja dhe koha e raportimit mund të jetë element të rëndësishëm për një hetim. Në epokën e rrjeteve sociale, një tjetër problem është gjykimi publik. Një person mund të akuzohet në internet përpara se policia, prokuroria ose gjykata të ketë përfunduar punën e tyre. Në pak kohë, një histori e pa konfirmuar mund të kthehet në një verdikt publik. Por drejtësia nuk duhet të funksionojë mbi komente në Facebook, TikTok apo Instagram. Nëse ka përdhunim, viktima duhet të ketë mbrojtje dhe drejtësi. Nëse nuk ka ndodhur përdhunim dhe dikush ka bërë një akuzë të rreme me vetdije, edhe kjo duhet të hetohet dhe trajtohet sipas ligjit. Në fund, pyetja nuk është nëse vajza ishte e huaj apo djali shqiptar. Pyetja është shumë e rëndësishme. Çfarë ka ndodhur realisht atë natë? Dhe këtë përgjigje nuk duhet të jap opinioni publik. Duhet të japin provat dhe drejtësia.